Prej 10 vitesh rruga Sokolve në Qafardhi vijon të jetë në gjendje të mjerueshme me gropa ujë dhe balca herkare shishiu. Ndonë se ky segment nuk është më i gjatë si 100 metra, i ka mbetur në këtë gjendje jo për mungesë fondesh, por se më së shumti nga premtimet e vazhdueshme për ndërhyrje jo sot e më nesër. Ndërkohë që situata vetëm sa përkeqësohet. Qytetarët që i drejtojnë qendrës shëndetësore për vizita nuk e justifikojnë as pak lënien pas duar të kësaj rruge nga Bashkia e Shkodër, e cila sipas tyre nuk duhet të lejohet të arrijë në këtë pikë, por duhet të mirëmbahet rregullisht. Kalojnë nëna me fëmijë, kalojnë pleqtan, kalojnë për... Shala bëhet ma mirë nga bundësh. Po të është që kënë me bëhet është që të tëllë. I fije bëhet duhet mu vesh. E të e në punët. Do të më rregullu kja, se s'ban. Se s'ban do të më rregullu. Se s'ban. Se është që shikon të në makinat që vinë të për vizita bajana që si bjerë një ta. Është qena shëndetësore? Po, qena shëndetësore. Kjo rrugë përveç qendrës shëndetësore shërben dhe për qindra familje të këtij bloku banimi, të cilët ditë me shi sapo dalin nga pallatet, përballen me gropa ujë dhe balë. Në fakt jo vetëm ky blok banimi, por e gjithë kjo zonë ka të nevojshme një projekt të plot për rregullimin e kanalizimeve, pusetave dhe asfaltit të rrugëve, pasi siç kujtojnë qytetarët kanë kaluar mbi 30 vite që prej ndërhyrjes së fundit.